U kthem në studio për të folur edhe më tutje në gjendjen aktuale politike në vend dhe mënyrën se si po zhvillohet vendi jonë dhe gjitha politika që kanë të bëjnë me Kosovën me mua. Në studio është Kenan Gashi, faleminderit shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë e Infodes. Faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi. Unë e pash gjeni deklaratën e cila mbani jashtëzakonisht për shtypje duke ditur se nuk kemi konstituim të Kuvendit të Kosovës, ndërkaq që deputetët po vazhdojnë punën e tyre, ndërkaq po kërkojnë edhe asistent që të kenë afër vetës, që ta vazhdojnë punën e tyre si deputet. Sa është arsyeshme që të kemi asistent deputetët, ndërkaq që nuk është duke u bërë ndonjë punë përveç atyre seancave 15 minutëshe, të cilet tashmë janë bërë një farë rutine e Kuvendit të Kosovës. E para që është shumë e rëndësishme që deputetët nuk kanë filluar të bëjnë punën e tyre, domthonë me 5 minuta dhe 2 minuta që ardhe dhe shkurje, është jo e duhur, domthonë është e turpshme që të kenë asistent, siç e kanë emëruar zyrtar të lartë personal. Dhe deputetët, qëllimi i këtyre asistentëve t'i asistojnë në punën me të cilën kanë deputetët, në komisionet parlamentare, natyrisht edhe në rrethona me të cilën ata kanë punë në kuvend. S'po punë të tyre që bëjnë gjatë si deputet, ndihmojnë t'i asistojnë apo t'i këshillojnë këta asistenta apo këta zyrtar të lartë personal. Fati keq që kuvendi nuk ka mekanizmat të tyre, për pas një shkurje disa minutave dhe dalje nga salla dhe natyrisht nga objekti i kuvendit, por jo të angazhimit të tyre në ndonjë aktivitet që mund të luajnë rolin si deputet. Deputeti pas që ka dhënë betimin, asgjë deri më tash nuk kanë pa një deputet që ka bërë një çështje të tillë. Vullneti i tyre duhet jetë edhe pavarësisht se sa ata deputet luajnë apo kanë rol brenda kuvendit, por nuk i kemi parë një gjë të tillë, përjashtim të një deputetit që peshohet, që vrej nganjëherë pi vullnetit të saj, që është Sala Jashari, domethënë që e kanë po një angazhim të saj personal, jo si një prej anëtarëve të komisionit, po vullneti i saj për të zhvilluar, por jo ndonjë deputet që për të zhvilluar aktivitete në terren apo për të zhvilluar ndonjë aktivitet, pavarësisht që s'mund të luajnë rolin e komisionit të tyre. Kur e kam parë që deputetët kanë propozuar dhe kanë dhënë emrat e tyre të asistentëve, është brengose dhe shqetësuese me të cilën ata e konsiderojnë paraon publike edhe kështu në rolin e tyre pa qenë funksional në punën me të cilën ata ka japin edhe se mund të kenë në punë të tyre si deputet. Është shumë e rëndësishme theksohet që deputeti duhet jetë përgjegjës dhe llogaridhënës para qytetarëve dhe para votuesve, por jo të vijë në këtë nivel që ti merr asistentët për çka? Vjen pyetja. Nëse një qytetar, një fëmijë, një plak apo një punëtor me të cilën në këto temperatura të larta kryjnë punë apo janë të angazhuar ato pleqët që s'mund t'i blejnë banat e tyre, do të kishin bërë pyetje deputetit, cilën është puna e asistentit, të këtyre zyrtarit të lartë personal, farë pune po kryjnë. Ndonë se po marrin vendime, kjo qeveri po vazhdon të marrë vendime, ndonë se janë deklaruar si deputet, si zotri Kurti, ne pamë edhe vendimin në lidhje me rritjen e shtesave për leona, pashtu edhe të pagës në sektorin publik. E para, deputeti nuk ka të drejtë mbi Kushtetutën e Republikës së Kosovës, mos gabofshi neni 72, edhe ligji i qeverisë neni 31, mos gabofsha, nëse s'gaboj kërkoj falje, nëse s'gaboj në rregull, nëse gaboj më kërkoj ndjesë, që deputeti nuk ka të drejtë të ushtrojë ndonjë funksion tjetër, siç përcaktohet ndonjë pozitë në ekzekutiv, ndonjë mandat tjetër, sepse është në kundërshtim me ligjin e Republikës së Kosovës dhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Deputeti, çdo vendim që marrin këto deputet, që janë pjesë e ndonjë mekanizmi tjetër shtetëror, është në kundërshtim me Kushtetutën dhe ligjin e Republikës së Kosovës. E çka është më e rëndësishme, më e veçantja, që qeveria e Kosovës, gjitha vendimet që nxjerr nesër, nëse do të bëhet padi, apo do të iniciojë ndonjë procedurë administrative, do t'i kthen në pikën zero çdo vendim. Merrni me mend, si thojnë populli, nëse këto vendime të kundërligjshme, në këtë rast të mbështetje financiare që dëmton buxhetin, që jep kosto financiare, nesër farë përgjithësie do të kenë ata zyrtarë,
këtë rast, ky kabinet qeveritar, që kanë votuar për një veprimit e tillë që bjen kundërshtim me kushtetutë dhe me ligjet të Republikës Kosovës. Ndërka që janë në krye, synojnë që t'jenë përsëri në krye të këtyre. Pavarësisht asaj, mekanizmi shtetëror është mekanizm që ndjek procedurat. Nëse një organizatë qeveritare apo një grup parlamentar do ta kontestonte një veprim të tillë, atëherë do ta vërtetonte sigurisht edhe një mekanizëm tjetër gjyqësor që do ta nxjerrë një vendim të tillë. Për mua, si anëtar i shoqërisë civile, vetë mendësia e veprimit të tillë krijon një pasiguri juridike në vend, e të njëjtën kohë krijon një rrezik në formën e qasjes së tyre, karshire raporti dhe përgjegjësimet të cilën e ushtron një deputet, edhe kërkon një funksionim të tjetër në raport me publikun, e këtë rast si antari apo këtë rast një person që konsideron vetin antari një kabineti qeveritar. Shembull, s'mund të Koran Morati si deputet të luajë në rolin e një ministri, pavarësisht ai luron në rolin e ministrit. Ai ka unë betim para me përgjegjësi kushtetuese që është deputet. Ai nuk ka thonë që është antari i ndonjë ekipit të qeverisë. Për këtë rast, konsideroj që veprimet e tilla janë të pamotura, edhe shumë narrativ e keqe në raport me ligjin, e të njëjtën kohë që mos flasim për dëmet që më të cilën shkaktojnë. Po pavarësisht kësaj, qeveria duhet të bëjë planifikime buxhetore që në buxhet, në draft buxhetin, në të njëjtën kohë në diskutimet, duhet të planifikojmë edhe këto projekte me të cilën ndonë për një kategori të tillë. Nuk jemi kundër pse i ndonë, sepse është e nevojshme e domosdoshme, po duhet të ndjeken procedurat dhe duhet të bazohen në ligj për të qenë edhe për të janë të përfshirë në procedurat e buxhetit dhe projekt buxhetit në të kohë ligjit të buxhetit, sepse në fatkeqësisht nuk janë planifikuar në Po pse po bëhet kjo pikërisht në këtë kohë? Me thonë pafsi e papjekuri është ndoshta pak me thonë një çështje të tillë, po është e turpshme nëse ligjin dhe veprimet e tilla janë në kundërshtim me bazën kushtetuese dhe ligjore, kjo është një papërgjithësi e tyre. Nganjëherë mendoj që këto veprime apo veprimet e tilla të tij, siç bën ndonjë zyrtar qeveritar apo ndonjë kabinet i tillë, krijon një farë mendësie që për mua është shumë e rrezikshme, që nesër mund të rrezikoj edhe integritetin e vendit tonë, po të njëjtën kohë edhe bazën aspektit të drejtës juridike në vend. Ne kemi pasur shumica e fondeve ndërkombëtare tash kanë mbetur të ngrira për shkak të mos konsiderimit të Kuvendit të Kosovës, ndërkaq po flasim për shumë milionëshe të cilat po jipen në projekte të ndryshme që kjo qeveri po i proklamon, siç është edhe rritja e këtyre pagave për leona edhe për sektorin publik. Sa dëme do të shkaktohen në vendit tonë nga kjo mos konsiderimi i Kuvendit të Kosovës? Qeveria është shumë e rëndësishme në këtë vend, se si kjo qeveri ka po pozicionin e vetë, rolin e vetë në raport me interesin publik. E para, Kosova ka një mos ndërkombëtare për shkak që mos veprimet edhe mos koordinimin e duhur në raport me ndërkombëtarët, në këtë rast me Bashkinë Evropiane, ka vënë mosa, e të njëjtën kohë ka shkaktuar këto mosa, kanë shkaktuar një problem zhvillimor ekonomik edhe të projekteve tjera që janë shumë të rëndësishme në fushën e rinisë, mjedisit, të demokracisë në vend. Si shkaktori kësaj, kemi parë neglizhencën e mosveprimit të tyre në raport me një mos të tillë. E çka më e keqja që orientimin e buxhetit, ju e keni vërtetur që një kohë zoti Morati është ndje shumë krenar që në buxhetin e Republikës Kosovës kemi kaq milionerë, kemi grumbulluar, por format e realizimit të atyre parave në buxhet në projektet konkrete ka munguar një çështje të tillë. A do të thonë se kanë bërë vetëm grumbullim të buxhetit, ndërkaq nuk ka pasur por jo të realizimit të ato projekte. Domthonë, me vetë një të moshuar në Republikën Kosovë, pavarësisht se çfarë zone mund të jetë, ai mund të tregon shumë thjesht me një praktikë
pa pos ndonjë studim të ti, apo ndonjë pregaditje të ti, sepse ai do të kishte treguar nëse parat rrinë, dëmi është shumë i madh se sa do të shtinte ato në ndonjë projekt konkret apo ndonjë shumë projekte me të cilën ka nevojë Kosova. Kosova është në një gjendje jashtëzakonisht alarmante në zhvillimin ekonomik. Ju e shihni çdo ditë, në çdo kohë kemi projekte me të cilën janë penguar për shkak të realizimeve të rëndësishme që mund të ketë në interesin publik. Mos flasim për infrastrukturën rrugore me të cilën nuk kemi pa ndonjë zhvillim të mirë, format e aplikacioneve të ndryshme që zhvillojnë ekonomien, projektet me të cilën janë shumë të rëndësishme për rinien, kulturën, sportin, e mos flasim për aspektin shkencor që me të cilën nuk janë ndarë mjete të dëshirueshme apo të mjaftueshme për të zhvilluar shoqërinë tonë, kurse ne në buxhetin e Republikës Kosovës kemi një vlerë të lartë. E çka më e keqja për vitet të tëra, qeveria ka ndarë projektet që përfshin projekte të tilla sociale, që më shumë ka krijuar dëme se sa ka krijuar zhvillim edhe përmirësim, por natyrisht shumë qytetarë kanë pritur me gëzim në një mbështetje të tillë, ka kënaqur një qytetar me 100 euro apo 200 euro, por çka ka zhvilluar një mendësi të dembellakit, si thojmë populli, dhe natyrisht këto qytetarë nuk kanë arritur të përmbushen. A besoni që është mirë vetëm me politika sociale? Jo, nuk ka pos politika sociale në këtë rast, sepse nganjëherë po përmendë politika sociale. Këtu janë aktivitete që ka përmbushur me një periudhë javore në aspektin social, por jo ndonjë projekt konkret që ta fokusojnë. Domethënë, ne ende nuk kemi të ndarë projekte apo kod buxhetor në shërbime sociale. Domethënë, ne në Kosovë nuk kemi shërbime sociale që ofrojnë ose që jepin ndihmë organizata të specializuar për të krijuar shërbime sociale. Për shembull, kemi Hendikosën, Hendiferin, shumë organizata persona me aftësi të kufizuar, organizata të verbër, që ata me nxit që i ekzistojnë si organizata, me nxit që paguajnë selit e tyre, zyret e tyre për të krijuar shërbime, edhe pse mbështeten shumë nga sektore të ndryshme, nga fonde të ndryshme, por nuk kemi ndonjë fond konkret që mbështesin me një fond të veçantë për këtë që proklamohen vetëm në ditat e tyre. Por kja është e ka gjithë një kategori shoqërore që nuk ka njohuri, edhe ne si shoqëri nuk kemi shumë informacione për shërbime sociale, edhe ato që kanë informacione kanë hallet e tjera, kështu që kja është një farë punë e heshtur në një shoqëri të tonë, e që në fakt ne si kategori shoqërore duhet të luftojmë të jemi zëm aktiv për të mbështetur këtë kategori. Por fati keq i jonë i shoqërisë tonë që kur t'i jepni më një anë që thojmë populli, atëherë të keni gjatë pikpamje, po e harrojmë një kategori shumë e rëndësishme. Unë nganjëherë i baj pyetje shumë zyrtarëve publik, i tham, çka ata që nuk punojnë fare, që nuk kanë tyre fare nga shteti apo nga një kompani, kanë vetë iniciativë të tillë, për shembull, bujqit, domthonë ata kanë mekanizmat të vet, e mojnë jetën e tyre. Më tregoni, cili është përpas subvencionimi i orave që mbjellin ata, cili është një mekanizëm që për shembull zyrtarët publik shpesh janë mbështetur me vlera të larta, po cili është mbështetja që ka dhënë aty në qytetarëve, aty në fermerëve, aty në bujqve, me të cilën duhet të mbështetet në aspekt financiar, për shembull, kanë 100 euro kanë dhënë, fermerëve kur që kanë dhënë para, as në kohën e pandemisë, as pas pandemisë. Cila është mbështetja aty në? Domthonë ti ke pris shumë rezultate aty në komunitetit, po fare nuk i ke mbështetur në gjërat e tilla. Këtë kia, i bje që ne në imagjinatën tonë kemi iluzione të mira, por veprime në fusha të ndjeshme, specifike, nuk kemi. Ose, po flasme në një kategori shumë të rëndësishme, mjedisin. Mune të më tregon, cili zyrtari i shtetit ka marrë mosa konkrete në përmirësimin e jetës në mjedis, ose në fushën e pyjeve. Ne kemi pas degradime të pyjeve, degradim të mjedisit, por në përmirësim ndonjë projekti konkret. Çdo qytetar pagun toks ekologjike nga registrimi i automjetëve, toks rrugore me mbrojtjen e rrugëve. Hajde po im poshtrimin në territorin e Republikës Kosovës, çuçi kemi gjendjen e rrugëve, çuçi kemi gjendjen e mjedisit, e kemi torp të merr e çka më e keqja që këtu kanë shkaktuar dëme shëndetësore. E vërtetë, në disa komuna pra ku është proklamuar që do të ketë gjithsesi projekte në mbrojtjet e mjedisit,
nuk është bë kur gjo heq, janë proklamu disa dërujnë në disa vende, po kam mbetur ashtu shumica për tyre edhe janë tha, ju si rjeti OJQ-ve Avonent merrni kryesisht me monitorimin e komunave të Kosovës, tashmë presidentja ka shpallur datën e zgjedhjeve, si i ka gjetur komunat e Kosovës, a kanë arritur që të implementojnë planet e tyre, apo ka keqpërdorime të detyrave të tyre zyrtare, shumë zyrtarë të cilët punojnë në këto komuna, me qenë se juve specifikisht merreni me këto çështje. E para, presidenti i Republikës Kosovës është dashur të shpallë zgjedhjet 2 muaj ditë më herët, sepse jemi në 4 muajshin e fundit të mandatit me të cilin ka kryetar të komunave, edhe unë besoj që është vënesa më e madhe që mund të kish bërë në këtë proces. Është shumë e rëndësishme që presidentja para 2 muaj ditë të kish shpallë zgjedhjet dhe të ndaloj veprimet e komunave me të cilën kanë mund të qenë në kundërshtim me ligjin. E para, komunat apo vendet e komunave kanë proceduar shumë çështje të rëndësishme në këtë periudhë, domthonë këmbimin dhe shpërndësimin e pronave që kryekpot sipas ligjit mbi veçërisë lokale dhe ligjit të veçanta për këmbim pronave, e përcakton që 6 muajshin e fundit pas shpalljes nga presidenti i zgjedhjes. Në këtë rast presidenti është zhvannuar në këtë rast e komunave ju ka dhënë të drejtë, e që në fakt nuk është dashur të jepë një drejtë e tillë, sepse është një vënesë e tillë. Shumica kryetarëve të komunave planifikojnë edhe menaxhojnë statën e përfundimit të mandatit për ata kryetarë me të cilën vazhdojnë të janë kandidat ose rikandidat për atë mandat me të cilën dëshirojnë të morrin. Shumica e komunave të Republikës Kosovës në këto muaj të fundit apo në këtë mandat të fundit, nga janori e sipërm, kanë zhvilluar projekte edhe kanë planifikuar projekte për të promovuar e për të reklamuar vetveten në raport me publikun. E çka shumë e rëndësishme që ndodh zakonisht fatkeqësisht. Çka më shqetësuese që shpesh në këtë formë, në këtë periudhë bëhen keq menaxhimi edhe shumë veprimet në kundërshtim me ligjin. Ne kemi parë që Zyrja Kombëtare e Auditimit ka filluar të publikojë raportet e auditorit për komuna apo për institucionet e Republikës Kosovës, e njëra prej tyre është bërë publike, domthonë është dalë publik në komunën e Prishtinës, që është e tmerrshme nga ajo që ka lexon e lemo nga ajo që ka kupton. Për mua do të jetë shqetësuese si ata kryetar komunave dalin para publikit me përgjegjësinë si kryetar, si zyrtar kryesor administrativ, që i takon përgjegjësia direkte dhe indirekte mbi supët e tyre, mbi përgjegjësinë që kanë në mandatin e tyre, dhe që kanë përgjegjësi edhe penale ndaj veprimeve që konstaton apo nxjerr rekomandim. Po flasmi për disa prej komunave, në këtë rast për marrë shembull komunën e Prishtinës, sepse këtyre ditëve apo mbrëm kanë ndodhur shumë publikime që kanë nxjerr pa rekomandimet e Zyrës Kombëtare të Auditimit me shumë shkelje e me çështje të veçanta që e rrezikon integritetin e një institucionit që rrezikon edhe pikpamjen e ligjit. Domthonë, ne kemi pa në raportit auditorit që ka gjetje të çështjeve shumë të rëndësishme në keqmenaxhimin e parave publike, në procedurat që kanë bërë veprimet të kundërshme, që janë bërë në kundërshtim me ligjin, e që më keqe asaj që janë vlerat të larta të aspektit financiar. Kjo është më shqetësuese se si ky kryetar, domthonë që pretendon me qenë kandidat për kryetar komune, ka një gjetër apo ka gjetje të reja, 12 të reja, 14 të përsëritura, e çka është më e keqja një e gjysmë e përsëritur. Një gjendje goxha e rëndë pra në komunën e Prishtinës, e pret edhe në mandatin e ardhshëm, a beson që do të ketë përmirësime në rast se edhe vjen dikush tjetër, a mund t'i kamuflojë të gjitha këto dëmet që janë bërë Prishtinës? Qëre, kryetarët e komunave kanë mandat, kanë kompetencë të përmirësojnë rekomandime dhe të mirën me trajtimin e rekomandimeve. Kjo është përgjegjësi e tyre, sepse ligji dhe kushtetuta e jep të drejtën këtë mundësi. Nëse një kryetar i mirë është efikas përgjegjës dhe ka detyrime ligjore dhe obligime ligjore, është shumë lehtë me qeverisë. Vetëm duhet të respektojë ligjin, të bëj planifikimin në harmoni me ligjin, të jetë me një mendësi
pro-qytetare, pro-interesit publik, dhe shumë letë është me funksionu më një pikpamje të zbatueshmërisë së ligjit, e që ka shumë në nësëshme të përfshin nevojat dhe kërkesat e qytetarëve në interesin e qeverisjes ose planifikimit të tjerë. Por shumë pak kryetar kemi që shojnë një interes publik, në interesin e përfshirjes së tyre në planet në strategjit e punës të tyre. E që kja për balla faqot institucionet apo mekanizmat kontrollues si që zyra e kombëtare auditimit, që gjithherë janë rekomandimet apo gjetit janë në rritje më sipërme. E kjo është shqetësuese jo vetëm për mua si anëtar i shoqërisë civile, si monitorues, si ulëmtues të institucioneve, po është rrezik potencialisht edhe për mekanizma tjerë, edhe për sistemin e drejtësisë që janë ndjekës të veprave penale, e natyrisht edhe për ata të cilët janë përgjegjës për ruajtjen e buxhetit në këtë rast të dikasterët të veçanta që e menaxhojnë dhe e kontrollojnë aspektin financiar. Zoti Gashi, faleminderit shumë që erdhën në info dhe ndam të gjitha këto informacione që kanë të bëjnë sidomos me komunat e Kosovës, meqense tashmë po na presin në zgjedhjet e reja lokale. Financiisht faleminderit shumë. Ne vetëm ndërrohesh shikues do kthehemi për të folur në lidhje me gjendjen ekonomike në vend.